Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. Ministri i Bujqësisë Sandi Salla së bashku me deputetët Bledi Çuçi dhe Ardit Bido prezantuan masat e reja të skemës kombëtare 2026 për bletarinë dhe bujqësinë në Delvin. Mbështetja për çdo koshere është dyfishuar në 2000 lekë, ndërsa janë zgjeruar instrumentet financiare si grantet për të rinjt dhe garancitë sovrane me qëllim nxitjen e investimeve dhe zhvillimin e zonave rurale. Ekspozita Paraja Rëfen 100 vjet jetë dhe ngjarje Banka e Shqipërisë ka mbërritur në Gjirokastër duke sjellë një udhëtim përmes historisë së parasë shqiptare. Përfaqësues të Bankës Qendrore theksojnë se evolucioni i parasë është histori e krizave, zhvillimit ekonomik dhe ndërtimit të shtetit. Bashkia Gjirokastër ka nisur riorganizimin e lëvizjes automjeteve për të përmirësuar trafikun dhe për të krijuar më shumë hapësira parkimi. Bashkia njofton se ndryshimet po pasqyrohen edhe në hartën digjitale për orientimin e turistëve, ndërkohë që sinjalistika rrugore është vendosur në të gjitha segmentet e përfshira dhe transporti urban vijon normalisht. Nxënësit e gjimnazit Asim Zeneli kanë sjellë në Gjirokastër çmimin e tretë në rang kombëtar nga Festivali Kombëtar i Shkencës me projektin inovativ Vita Bot. Gjimnazistët ndanë emocionet e këtij vlerësimi duke theksuar se aktivitetet të tilla krijojnë terren për zhvillimin e ideve dhe prezantimin e produkteve shkencore nga të rinjt. Ju njohim tani më gjërësisht. Ministri i Bujqësisë Sandi Salla së bashku me deputetët Bledi Çuçi dhe Ardit Bido prezantuan masat e reja të skemës kombëtare 2026 për bletarinë dhe bujqësinë në Delvin. Mbështetja për çdo koshere është dyfishuar në 2000 lekë, ndërsa janë zgjeruar instrumentet financiare si grantet për të rinjt dhe garancitë sovrane me qëllim nxitjen e investimeve dhe zhvillimin e zonave rurale. Ministri i Bujqësisë Sandi Salla, i shoqëruar edhe nga deputetët Bledi Çuçi dhe Ardit Bido, janë dalur në Delvin ku zhvilluan një takim me bletarët e zonës, duke u prezantuar masat e reja mbështetëse në kuadër të skemës kombëtare 2026, që synojnë forcimin e sektorit të bletarisë dhe bujqësisë në tërësi. Në këtë kuadër mbështetja për çdo koshere është dyfishuar nga 1000 në 2000 lekë, ndërsa është ulur edhe pragu i përfshirjes në skem, duke u dhënë mundësi më shumë fermerëve të përfitojnë nga subvencionet. Ministri Salla tha se paketa për bujqësinë zgjerohet edhe me instrumente të tjera financiare, si grante deri në 10.000 euro për të rinj që investojnë në sektor, garanci sovrane për kreditim dhe kompensim të një pjese të kostove, me synim nxitjen e investimeve dhe zhvillimin e aktivitetit bujqësor. 52 milion për skemën e drejt për drejt që ju mund të merrni pajisje, mund të përfitoni nga skema e staneve, e agroturizmit, e mbjelljes arroreve, të akvakulturës që ne kemi fut të rinjve për 10.000 euro grant, për të imtat, për gjedhin, për çdo fushë ne kemi përcaktuar në skemë. Pa futur këtu 10% e cila lidhet me çdo faturë për çdo produkt bujqësor që ne çojmë në treg me autofaturë. Kemi vënë një dyshim me 15 milion euro, por është pa limit. Por sipas llogarive tona, na shkon deri në 50 milion euro të tjera. Dhe ne nuk kemi më 52 milion, por kemi mbi 100 milion euro në dispozicion të fermerëve për përfituar. Nga 1 metër tokë deri në 500 hektar tokë. Dhe kjo është skema që ne kemi bërë një skemë gjithë përfshirëse. Se ti më të drejtë thua që unë kam 20.000 lekë për koshere. Nuk është vetëm 20.000 lekë. Ti bëjmë me laps në llogarit, na del më shumë se 22 euro. Pra na del figurat 40 euro nëse do ta marrim. E më shumë. Për deputetin Bledi Çuçi këto masa nuk janë vetëm mbështetje financiare, por edhe një nxitje për zhvillimin e qëndrueshëm të bujqësisë dhe përfshirjen e të rinjve në këtë sektor. E kërkua aty dy fishime. Dy fish është sasi shumë e madhe nga vitin vit. Dhe për këtë duhet jemi gjithë të dëgjeshëm. Skema kombëtare bujqësisë për vitin 2026 ka vlerën e 25 milion euro dhe synon mbështetje me subvencione direkte për fermerët që mbarështrojnë lop, bagëti dhe të imta, blet, dera dhe produkte të tjera bujqësore.
Ekspozita Paraja rrëfen 100 vjet jetë dhe ngjarje Banka e Shqipërisë ka mbërritur në Gjirokastër duke sjellë një udhëtim përmes historisë së parasë shqiptare. Përfaqësues të Bankës Qendrore theksojnë se evolucioni i parasë është histori e krizave, zhvillimit ekonomik dhe ndërtimit të shtetit. Ekspozita është hapur për publikun deri në 1 maj të 2026 dhe synon të afrojë të gjitha grup moshat, veçanërisht të rinjt me edukimin financiar dhe historik. Në kuadër të 100 vjetorit, Banka e Shqipërisë çeli ekspozitën Paraja rrëfen si pjesë e historisë dhe rrugëtimit të monedhës shqiptare në një shekull në Kalan e Argjiros në Gjirokastër. Përmes dokumentave arkivor, objekteve, imazheve dhe rrëfimeve, ekspozita ofroi një pasqyrë të plotë të zhvillimeve monetare dhe ekonomike të vendit. Ajo përshkruan në mënyrë figurative, dokumentare dhe nëpërmjet shpjegimit të objekteve, historinë monetare të vendit tonë. 100 vite, më shumë se 100 vite histori monetare për pjekje institucionale për krijimin e një banke qendrore, për krijimin e një monedhe kombëtare të besueshme dhe në shërbim të publikut. Për gjitha këto arsye, monedha dhe kartë monedha duhen të ruhen dhe trajtohen me një dashuri të veçantë. Ato bëhen mbartëse pa dashje të kulturës, të historisë, të personaliteteve të shquara kombëtare dhe në këtë mënyrë përçojnë më shumë se sa histori monetare. Ato përçojnë histori, ato përçojnë institucionalizëm, ato përçojnë patriotizëm. Kjo ekspozit përmbledh periudha të ndryshme historike, duke filluar nga fundi i shekullit në 19 me përpjekjet ose mendimet e para të rilindasve tanë për krijimin e një banke kombëtare dhe rëndësinë që kjo ka në shtetformimin e shtetit të ri shqiptar dhe më pas vijon me periudha të ndryshme historike, duke kulmuar me vitin 1925 që është, siç e tham, themelimi i Bankës Kombëtare të Shqipërisë, si bankës parë kombëtare shqiptare. Duke ardhur më pas deri në ditët tona. Ne jemi përpjekur që ta tregojmë këtë histori përmes koleksioneve tona, sigurisht në më së shumti në kartë monedh, por edhe në monedh, në dokumenta historike, përmes personaliteteve të shquara të kombit, por edhe atyre që kanë punuar në bank. Kjo ekspozit pasqyruese u përshëndet edhe nga përfaqësues të pushtetit vendor, të cilët vlerësuan rolin e Bankës Qendrore dhe shtuan thirrjet për më tepër bashkëpunim. Në mënyrë shumë organike, duke i shkuar shumë qytetit të Gjirokastrës, si një qytet që ja ka ditur historikisht vlerën paras. Por sot Gjirokastra e shikon paran në këndvështrimin dhe në dimensionin historik, sepse në periudha të caktuara paraja ka treguar edhe historinë e kohës së saj. Periudha të lullëzimit, periudha të vështira, por gjithmonë me shpresën për më mirë. Gjirokastra në këtë vit ka përvjetorin e bankave të saj, ke degëve të saj këtu në Gjirokastra. I shkon Gjirokastrës edhe në këtë periudhë të numrit të lartë të turistëve që tashmë ne kemi rutinë, sepse kjo pjesë e Kalas vizitohet, ta shikohet gjithë pjesa e historisë, por Shqipëria edhe shteti jonë nuk do kish kuptim edhe pa këtë memorie, pa këtë histori, pa paranë e vetë. Ekspozita Paraja rrëfen do të qëndrojë hapur në Muzeun e Kalas së Gjirokastrës duke ju ofruar të gjithë të interesuarve mundësinë për ta vizituar. Bashkia e Gjirokastër ka nisur riorganizimin e lëvizjes automjeteve për të përmirësuar trafikun dhe për të krijuar më shumë hapësira parkimi. Bashkia njofton se ndryshimet po pasqyrojnë edhe në hartën digjitale për orientimin e turistëve, ndërkohë që sinjalistika rrugore është vendosur në të gjitha segmentet e përfshira dhe transporti urban vijon normalisht.
Bashkia e Gjirokastrës ka nisur zbatimin e një plani të ri për riorganizimin e qarkullimit automjeteve në disa prej rrugëve kryesore të qytetit në funksion të përmirësimit të lëvizjes së lirë, uljes së trafikut dhe krijimit të hapësirave të reja për parkim. Ndryshimet parashikojnë vendosjen e lëvizjes me një sens në disa akse kyçe të shoqëruara me sinjalistik të re orientuese për drejtuesit e mjeteve. Konkretisht, rruga kryesore që përshkon lagjen Varrosh do të jetë vetëm me një sens zbritjeje, ndërsa në kryqëzimet kryesore, si ato me rrugë Doktor Vasil Laboviti, Harilaj Qiliti, Koço Koçollari dhe Ismail Kadare, është vendosur sinjalistik për orientimin e trafikut. Një tjetër ndryshim i rëndësishëm që prek aksin që lidhet me lagjet Granic dhe Palorto, i cili do të funksionojë vetëm me një sens ngjitjeje drejt zonës së pazarit karakteristik dhe bashtesë të Qes, duke krijuar kështu një qark të mbyllur me zonën e Varroshit. Po ashtu, edhe rruga për rreth kalas së qytetit do të jetë vetëm me një sens lëvizjeje, ndërsa sinjalistika përkatëse është vendosur në rrugë si Gjin Bueshpata e Vila Çelebi dhe në kryqëzimin me rrugën Argjiro. Sipas bashkisë, këto masa synojnë një menaxhim më efikas të trafikut, sidomos gjatë sezonit turistik, ku fluksi i vizitorëve është edhe më i lartë. Autoritetet përkatëse bëjnë me dije se transporti urban do të vijojë të funksionojë normalisht, ndërsa paralelisht po punohet edhe për përditësimin e këtyre ndryshimeve në hartat online, për të lehtësuar orientimin e qytetarëve dhe turistëve që vizitojnë Gjirokastrën. Nxënësit e gjimnazit Asim Zeneli kanë sjellë në Gjirokastër çmimin e tretë në rang kombëtar nga Festivali Kombëtar i Shkencës me projektin inovativ VitaBot. Gjimnazistët ndanë emocionet e këtij vlerësimi duke theksuar se aktivitetet të tilla krijojnë terren për zhvillimin e ideve dhe prezantimin e produkteve shkencore nga të rinjt. Ky sukses konsiderohet një arritje e rëndësishme për shkollën dhe një nxitje për përfshirjen e mëtejshme të nxënësve në projekte kërkimore dhe shkencore. Në një garë që mblodhi mira ide dhe energji rinore nga e gjithë Shqipëria, Gjimnazia Asim Zeneli në Gjirokastër u rëndit në vendin e tretë në Festivalin Kombëtar të Shkencës 2026 me projektin inovator VitaBot, një sistem robotik inteligjent i dedikuar fushës së shëndetësisë. Ky projekt u krijua nga nxënësit e shkollës, të cilët për muaj të tërë punuan me përkushtim për të sjellë një zgjidhje që synon lehtësimin dhe të përmirësojë shërbimet në sistemin shëndetësor përmes teknologjisë dhe inteligjencës artificiale. Neve në fillim ishim shumë të emocionuar për shkak të vlerësimit që na u bë, edhe në fillim nuk e prisim ndoshta çmimin që ta merrnim, ishin ato emocionet e momentit, por megjithatë kjo ishte një punë e palodhur e të tërë grupit ton dhe me të vërtetë ishim u ndjejmë shumë mirë që neve më në fund të vlerësuam për këtë gjë që kishim bërë, sepse në fund të fundit neve bërëm diçka për të ndihmuar shoqërinë. Ka shumë probleme në mjekësinë e ditëve të sotme, fenomeni i rishfetit pasiv, fenomeni i mbigarkesës së personelit dhe neve donim të japim një zgjidhje më të thjeshtë secilës prej këtyre. Projekti jon konsiston në ndërtimin e një roboti mjekësor, i cili si fillim mat pulsin, EKG-t, oksigjenin, nivelet e gjakut e të tjerë, pra mat një sër veprimtarisht të cilat ndodhin brenda organizmit të njeriut për të qenë kështu një objekt më i lehtë për mjekët dhe për infermierët që të marrin të dhëna në kohë reale. Gjatë vëzhgimeve që neve kemi vënë re që një problem shumë i madh në spitalet, jo vetëm në Gjirokastër, por edhe të Shqipërisë ka qenë dotja në ajër dhe mjedisit. Që kështu neve kemi integruar po ashtu edhe dy sensor, i cili është sensori i lagështirës dhe po ashtu i temperaturës së mjedisit në mënyrë që të jetë një komponent sa më i mirë pra roboti, që të masi dhe sensorët biometrik, por në të njëjtën kohë edhe ata të ambientit. Në të njëjtën kohë neve kemi integruar një ekran dhe një website që të dhënat e pacientit integrohen në kohë reale dhe ekspozojnë në kohë reale si në website-in, po ashtu edhe në ekranin qendror të robotit. Mësuesja e matematikës dhe njëkohësisht koordinatorja e projektit, Vjolca Muço, vlerëson angazhimin e nxënësve dhe thekson se puna e nisur që në janar ka dhënë fryte të rëndësishme jo vetëm në rezultate, por edhe në formimin e tyre shkencor dhe krijues. Si fillim ishim skeptik për arsye sepse mendonim që a do kishim ne këtë burim të përfaqësoheshim, por duke u përcjellë të nxënësit, ky festival na doli shumë rezultativ. Si fillim ishin 6 projekte që merrnin pjesë në shkollën tonë, pasi u kthyen disa të tjera për arsye të punës
dhe për arsye të temës që kishin, morëm pjesë në fazën në zëvan e Gjirokastrës kur ishim një prej fituesve dhe vazhduam në fazën e fierit kur përsëri ishim një prej fituesve. Puna e fëmijëve ka qenë një punë shumë e madhe, si dhe për ISIN, ashtu edhe për produktin që ne mund të nxjerrni. Festivali Kombëtar i Shkencës u kthye në një skenë idesh dhe inovacioni, ku nxënësit nga gjithë Shqipëria sollen projekte të vlefshme për të ardhmen. Në këtë garë të fortë, Asim Zeneli në Gjirokastër u vlerësua në vendin e tretë, duke treguar se edhe në bankat e shkollës lindin ide që mund të bëhen zgjidhje reale për shoqërinë. Pranvera ka shtuar praninë e turistëve me rulota në parkun e Virojit në Gjirokastër, të tërhequr nga natyra dhe qetësia e zonës. Mes tyre janë edhe një çift nga Hollanda që po udhëtojnë nëpër Europë dhe kanë zgjedhur Gjirokastrën si një nga ndalesat e tyre. Qyteti i Gurt po shndrohet gjithnjë më shumë në një pikë të preferuar pushimi, duke tërhequr vizitorë vendas dhe të huaj në kërkim të relaksit në natyrë. Pranvera ka rikthyer gjallërinë në parkun e Virojit në Gjirokastër, ku turistët me rulota po bëhen gjithnjë më të pranishëm. Ky destinacion natyror tërheq vizitorë të shumë për shkak të peizazhit të qetë, ajrit të pastër dhe mundësisë për të qëndruar pranë natyrës. Shumë udhëtarë zgjedhin të ndalojnë pikërisht këtu për të shijuar bukuritë që ofron zona. Ndër turistët janë edhe Jolanda dhe Franz Kopman nga Hollanda, të cilët këtë fundjavë kaluan pranë parkut të Virojit. Ata kanë ndërmarrë një udhëtim të gjatë me rulotën e tyre, duke përshkuar disa vende të Europës dhe kanë zgjedhur Shqipërinë si një nga ndalesat e tyre kryesore. Ne jemi këtu në Shqipëri prej 4 ditësh. Do të qëndrojmë edhe 4 ose 5 ditë të tjera, sepse po udhëtojmë drejt Greqisë. Kemi ardhur nga Spanja, udhëtojmë shumë, kemi udhëtuar me autokamp. Ky park duket shumë interesant, po na pëlqen shumë. Ne zgjodhëm të qëndrojmë në autokamp gjatë këtij udhëtimi. Kjo është hera e tretë që vim në Shqipëri. Para rreth 10-15 vitesh kemi qenë këtu për herë të parë. Më pas kemi ardhur edhe një herë tjetër. Kemi parë të gjitha ndryshimet në Shqipëri dhe është një vend shumë i bukur. Tani po qëndrojmë në këtë park, por po vizitojmë të gjithë qytetin. Çifti tashmë po viziton Gjirokastrën duke u njohur me historinë dhe kulturën e qytetit. Ata shprehen të mahnitur nga mikpritja dhe bukuritë natyrore të zonës, duke e cilësuar këtë përvojë si një nga më të veçantat gjatë udhëtimit të tyre. Ne bëm një xhiro me bicikleta dhe shkuam në qytet. Ishte shumë e bukur Gjirokastra, por nuk e dinim që ishte kaq vend malor. Me bicikleta ishte shumë e vështirë. Të gjithë na shikonin sikur mezi mbijetuam, sepse rrugët janë shumë të pjeta për t'i ngjitur me bicikletë. Ishim afër kalas, na pëlqeu shumë pamja e mrekullueshme nga aty. Ishte shumë bukur. Kjo është hera e parë që vizitojmë jugun e Shqipërisë. Kur erdhëm për herë të parë rreth 15 vite më parë, ishte shumë më e vështirë të udhëtoje në Shqipëri. Rrugët ishin të ngushta dhe trafiku ishte i çrregut. Tani është shumë më mirë, rrugët janë më të mira dhe më të gjera. Temperaturat në verë na duken shumë të larta. Në korrik dhe gusht është shumë vap për ne. Kështu që këtë periudhë të vitit e kemi më të përshtatshme për të udhëtuar. Në një kohë kur gjithnjë më shumë turistë kërkojnë qetësi, natyrë dhe eksperjenca autentike larg zhurmës së destinacioneve të mbipopulluara, parku i Virojit po kthehet në një ndalesë të preferuar për udhëtarët me rulota. Bukuritë natyrore, hapësirat e gjera dhe atmosfera relaksuese e bëjnë këtë zonë një zgjedhje ideale për pushime ndryshe, ndërsa vizitorët nga vende të ndryshme të Europës vazhdojnë të zbulojnë jugun e Shqipërisë. Gjirokastra po forcon gjithnjë më shumë pozicionin e saj si një destinacion turistik i veçantë që kombinon natyrën, kulturën dhe mikpritjen. Kjo periudhë përkon me mbjelljet e sezonit pranveror, ku fermerët kanë nisur punën intensive në ara dhe sera. Agronomët theksojnë rëndësinë e zbatimit të praktikave të duhura bujqësore dhe ndjekjes së këshillave teknike për të siguruar prodhim cilësor dhe rendiment të lartë. Në këtë kontekst, bashkëpunimi mes fermerëve dhe specialistëve mbetet vendimtar për suksesin e sezonit bujqësor. Stina e pranverës shënon një nga periudhat më të rëndësishme për fermerët, të cilët janë të angazhuar intensivisht në mbjelljet sezonale. Kujdesi ndaj pemtarisë dhe përgatitjet e tokës. Në këtë periudhë, puna në ara dhe sera është e pandërprer, ndërsa synimi kryesor mbetet sigurimi një prodhimi sa më cilësor dhe me rendiment të lartë. Agronom vetëm me atë që na jep këto pesticidet, vetëm me atë bëjmë konsult.
Konsultojnë na vjen sikur ditë për ditë konsultojmë neve të mira kemi. Konsultojmë për shembull i ra rrugu domates, i ra kalbozimi, i ra ajo nëse dim nëse vjen na kyshe tek, ve me bizetojmë me ata që na jep këto ilaçet. Edhe ai na jep ilaçet, vimi i bëjmë. Po duhet një konsultë e vërtet. Me specializë bujqësisë, po është e nevojshme, shumë e nevojshme biles. Për të gjitha, në të gjitha fushat. Jo vetëm në bujqësi, po kudo. Sipas agronomit Elvis Tosuni, bashkëpunimi dhe zbatimi praktikave të duhura bujqësore është çelësi për një prodhim të suksesshëm. Jemi në sezonin e mbjedhjeve pranverore, si në pjesën e drufrutorëve, po ashtu edhe në fusha që mbjedhen jonxhat apo misrat. Momentalisht është faza që mbjedhen misrat dhe është dritë përfundimit në të gjithë qarkun ton. Ne kemi një rakordim të përhapur, të gjithë ekstensionistët janë përhapur sipas zonave që kanë përkatësisht. Jemi po ashtu në një fazë që janë mbjedhjet e drufrutorëve, plantacionet që janë të reja, po ashtu edhe jemi në bashkëpunim me fermerët për pjesën që janë të mbjedhat dhe rakordimi që mund të bëhet në shërbimet e tyre. Ekspertët theksojnë se vetëm përmes një pune të mirë organizuar dhe ndjekjes së këshillave profesionale, fermerët mund të sigurojnë produkte cilësore dhe konkurruese në treg. Në Sarandë u promovua libri Vajza që kalëroi diellin i autores Miguel Flor, një vepër që ndërthur poezinë me prozën poetike dhe trajton temën e lirisë personale, guximit dhe përballjes mes sfidave. Aktiviteti i organizuar nga klubi i krijuesve Jonian mblodhi dashamirës të letërsisë duke rikthyer Sarandën në qendër të jetës kulturore në jug të vendit. Jeton e krijon emigrim tashmë, por Sarandës së saj të lindjes i erdhi me një tufë poezish që e prezantojnë si poetesh të formuar. Miguel është gruaja e trazuar e tronditse siç ka jetën, kështu ka edhe poezin. Flor është emri i vëllait që i morën jetën në trazirat e 97-s. E këtë emër përjetësisht të shtrenjtë, ajo e ka kthyer në mbiemër të artit, pasi nuk e ndan nga vetja dhe nga poezia që shkruan. Në promovimin që klubi i krijuesve Jonian i bëri librit të saj, u tha se vargu i Miguel Flor nuk pyet për rim, e për metrik dhe ka fuqinë e idese e befasinë e figurës spontane. Janë 150 fletore, se dikush mund të çuditet që për 6 muaj po shkruan 12 libra, sepse 2 janë tani në përpunim. Fillova me plagët e heshtjes. Është ajo që, sepse Havaja tha tavanin, që dikush të shikoj tavanin, duhet këtë parë sheshin. Unë mendoj që edhe poezia dhe mendimi ka radhë. Për mua ky libër, sot dëgjova shumë gjëra të mira, nuk është ai më i përkryeri që unë thjesht u vendos që të promovoj këtu në qytetin tim. Ka ato defektet e veta. Faleminderit për gjithë mendimet tuaja. Ka dhe më bukur dhe më mirë. Jam e lumtur që jam vlerësuar nga njerëz që tamam bëjnë art. Miguel Flor tregoi se ka akumuluar shumë lëndë jetësore të kthyera në poezi dhe se janë 150 fletore që presin të bëhen libra. Me realizëm ajo tha se nuk ka prekur tavanin, siç thanë disa diskutantë në vlerësimet e tyre. Pasi për të e rëndësishme është që dikush të shikojë tavanin, duhet të ketë parë tavanin. Poezinë e poetes Miguel Flor e kam ndeshur fillim në faqet e rrjeteve sociale, Facebook e këto me radhë, dhe e kam veçuar në krahasim me shumësinë e atyre që paraqesin këto krime e tyre. Për faktin se më është dukur si më ndryshe, për nga mënyra e trajtimit, mënyra e rikrijimit të së bukurës estetike dhe të figurave me vija tendenca për krijimin e figurave stilistike origjinale. Erdhi koha, njihem me këtë vajzë. Poli në sipërfaqe edhe tha, unë tani do kalëroj diellin. Dhe vërtet, me vargjet e saj, herë vargje rebel që nuk pyesin as rim, as metrik,
po krijon një fizionomi të re të poezisë moderne, që është në mes të poezisë klasike dhe prozës poetike, që ne nuk i kemi vënë shumë rëndësi. Miguel Flor kalëron diellin për të ndriçuar veten dhe të tjerët. E gjen dritën brenda vetes dhe thot: ajo dritë është poezia dhe poezia jam unë. Në këtë libër nuk shihet vetëm një poete, po një grua që u thye dhe u ringrit, që qau dhe e ktheu lotin në këngë, që e përgojuan dhe u përgjigj me poezi, që e lidhën dhe frymoi me shpirt, sepse të jetosh, thot ajo, do të thot të mos presësh që dielli të ndriçojë, por të mësosh ta kalorosh vetë. Autori e fton lexuesin ta lexojë librin që të motivohet prej tij dhe të reflektojë për jetën personale duke u frymëzuar përmes poezive, prozës poetike dhe reflektimit filozofik. Vetë titulli i librit, Vajza që kaloroi diellin, është një metaforë poetike që mbar disa kuptime simbolike. Kuptimi i parë simbolik është ai i lirisë dhe i fuqisë. Në kuptimin figurativ, të kalorosh diellin simbolizon triumfin mbi të pamundurën, lirinë absolute dhe kontrollin mbi fatin ose energjinë jetësore. Poezit e këtij vëllimi unë do t'i shtrasëzoja në poezi antivetmie, poezi udhëtimesh, poezi filozofike, poezi të natyrës, poezi të nostalgjisë rinore, poezi të mesazhit. Me poezinë e saj, Miguel Flor udhëton dhe ka dëshirë të preke dhe galaktikat. Ajo ka zgjedhur që këtë metaforë ta bëjë të ditur si kredo të saj poetike, ta bëjë dhe titull të librit të saj Vajza që kaloroi diellin. Ishim në minutat e editarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë miru pafshim.